Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit turshite përzierë për stinën e dimrit që as nuk zbuten, as nuk janë me vinobran, as konzervans, pra rrinë të forta që të bojnë dhëmë kërc që kanë nevojitën. Prej përberzave janë siç po shihni në video, speca somburka, i kemi pastru mirë edhe çdo moje kështu e kemi prej, ja u kemi bëu kajvi me thik. 2 thaste vegjel, pra që janë ka 5 kg me tranguj për ndryshe kastraveca. I kemi pastru, ja kemi hek të mojnë edhe ka një vi poshtë ja kemi bo. Domote të gjelberta, kështu rëmbullak edhe gjatë, veç me mojet thiks i kemi shpu. Në anën tjetër, 10 litra ujë të val, pra val prej bojlerit, s'keni nevojë me vlu as pak. Edhe këtu kemi qitë 5 lugë të gjellës me sheqer, 15 lugë të gjellës me krep të trash, një paqet biber kukër, biber të zi, edhe 10 filxhona të kafës turke ufull 9%. E morëm tashti një bure të 20 litrave, edhe nuk e mosim mosën e specav as të domoteve, veç që hedhim brenda deri sa të mbushet burja e 20 litrave. I qesim specat, i qesim domotet, kastravecat edhe të qesim në bure. Tek uj i val, qesim kripën e trash, sheqerin, mandej 10 filxhonat e kafës turke me ufull 9% edhe një paqet biber kukër. I përzina me një ulare se pëhave që shithuni, deri sa të tretet kripa e sheqeri. Pas e kemi përzit ashti ujin, ja u shprozim brenda tek burë. E përzim edhe në fund qëta krep që kanë lirë, krepet edhe ja qesim krejtë. Deri sa të mbushet burja që të mbuluen gjitha me ujin. Tashtë ja qesim kapokun për mi, edhe kapokun tjetër edhe i mbyllë mirë, i lojna në podrëmës e vend e ftohtë që keni garazh, deri sa të dëshironi ju vetë mi ha, pra mas 1 javë, 2 javë mundeni mi konsumu, por edhe për dimër perfekt bohen të fort që as nuk prishin as kur gjohë. Kështu që juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqen recetat mia, faleminderit për krojnë që ma bëni. Komentet e bukura deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Nerit ju them, miru pofshim.